është se kemi të bëjmë që dosje me rëndësi të lartë të jenë futur në heshtje. Thjesht është kjo faza e standardit që e thonë? Kjo është faza e standardit procedurial dhe mos harrojmë dhe arsye të tjera, se kemi dosje të mëdha që janë shumë komplekse dhe shumë më tepër kërkojnë nevojën e administrimit të prova me kujdes. Kemi hetimet të dosjeve që janë lidhur nëpërmjet komunikimeve s'ka incrociate si bazë të tyre. Ato siç duket do duan edhe prova të tjera mbështetëse dhe ndërthurse, dhe ato duan kohën e vet. Dhe mbi të gjitha mos harrojmë se kemi çështje që kanë hyrë në përplasjet procedurale të zakonshme, dikush shkon në kushtetuese, dikush shkon në gjykat lart dhe janë të tëra faza procedurale. Ndërkohë që presioni politik dhe ai ndërkombëtar mbi SPAK-un për rezultate dhe ai opinionin publik është i njëjtë, sepse duket që jemi ka ajo faza e standardit tani, nuk kemi më kjo faza. Dakor, po nëse deri më parë, apo edhe tani, pa diskutim, kemi patur sikurse nga shumë sondazhe, një besim shumë të lartë të publikut, qytetarëve tek SPAK-u mori një kapital të besimit publik, apo jo? A mund të ndodhë që të kemi një konsumim të këtij kapitali? Unë nuk e quaj zhgënjim të opinionit publik, po e quaj gënjeshtër të opinionit publik në momentin e parë nga propaganda që u bë, sepse drejtësia nuk matet me masa sigurimi, nuk matet me konferenca shtypi për hetimin, për fillimin e hetimeve. Drejtësia matet me vendimet përfundimtare. Atë që thamë në pjesën e procesit. Vendimi përfundimtar është i rëndësishëm, të shohim se si të tëra këto dosje të zhurmshme do shkojnë në tëra shkallët e gjyqësorit dhe do kemi vendime fajësie apo jo. Do të thotë, do kemi prova që do i qëndrojnë kohës, prova që do i qëndrojnë shqyrtimit dhe debatit gjyqësor dhe atëherë do themi në fund fare kush është drejtësia. Zoti Beqeja, ka sot dosje të cilat mund të konsiderohen politikisht të paprekshme? Kemi parë që jo. Realisht kemi parë jo. Me faktet tregojnë që kemi parë dosje të cilat duket se nuk mund të jenë të paprekshme nga drejtësia në përgjithësi. Kemi parë që janë goditur nivelet të zyrtarëve më të lartë të pushtetit vendor. Kemi parë që janë goditur ndër nivelet më të larta të ekzekutivit. Për ishat nuk diskutohet se i kanë për telef, janë goditur tërë ishat, por dhe personat që janë ende në detyrë janë goditur. Pra, është e vështirë të përcaktosh sot a kemi personat të paprekshëm nga procedimi penal. Përveç faktit që dosjet po zhvillohen nga dita në ditë. Kemi vajtur ke zvëns kryeministrat, kemi vajtur ke ministra, nuk kemi vajtur ke kryeministri, thoni ju. Dhe të nuk e dim se si do të heci procesi i nisur në përvarësit e kryeministrit. Për të ta bërë pyetjen ndryshe, sepse deri më parë ne pam një si lloj pse jo edhe friksimi të personaliteteve të niveleve të larta përsa i takon performancës së SPAK-ut, sepse kemi parë deklarata që deri diku figurat politike janë dukur të tronditur. Fus këtu pse jo, zotin Rama, zotin Berisha, pra, në nivellet larta, a ekziston ende kjo frika, zoti Beqi, se SPAK mund godas pikërisht ata? Frika nga vetë ata flas. Ju po thoni që përdore SPAK-u si janë politike? Po, deri diku? Po është problemi është se historikisht politika shqiptare ka tentuar të hyjë në sistemin e drejtësisë në mënyrë brutale duke ndërhyrë për të patur kontrollin e drejtësisë. Dakor, pa ka frikë vetë ajo nga SPAK-u? A krijon frikë? Është provuar që ka krijuar frikë SPAK-u edhe ndaj politikës. Është krijuar edhe ideja që shpeshherë duket sikur politikanët sa herë sulmohen thonë ne jemi sulmuar politikisht. Dhe kjo është një arsye për të menduar që po, SPAK-u ka një sukses në këtë drejtim. Fakti që politikan të dy krave sa herë merren dhe ndiqen penalisht, vazhdojnë të artikulojnë shprehjen unë po goditen politikisht, tregon që drejtësia duket se po ecën, po themi, në rrugën e dhënies fund të pandëshkueshmërisë. Dakor, pra nuk është se SPAK-u ka vijat kuqe që nuk duen shkelur. Nuk kemi parë vijat kuqe, tash në një semafor të gjatë edhe mund të ketë, po vijat kuqe deri tani nuk kemi parë që ka. Selektivitet nga SPAK-u deri tani kemi parë? Është akuzuar nga të dyja palët e politikës që ka selektivitet, dhe kjo është e dëmshme, dhe duket sikur të dyja palët e politikës e bëjnë qëllimisht këtë gjë, se në rast se ti krijon përshtypjen dhe opinionin
se në SPAK ose në drejtësi ka selektivitet, umbet besimi i publikut. Dhe këtë gjë e bëjnë politikanët shumë mirë, qëllimisht. Po të vëshre, goditet opozita, thot jemi goditur politikisht sepse SPAK-un e kanë kontrol mazhoranca. Në rast se goditet mazhoranca fillon, por nuk e thot dot shprejmisht këshu, po thot unë e kryova SPAK-un, po SPAK-u duhet jetë me standarde. Dhe ky është një lloj sulmi verbal, që s'ka pse ndikon në punën e SPAK-ut, po është një sulm që ndikon në rritje në uljen e besimit të publikut tek drejtësia. Sepse në rast se ti krijon opinionin. Pra, ju po thoni që s'ka SPAK presion? Presion ka. Presion patjetër ka. Ka nga opinioni publik. Ka nga ndërkombëtarët. Nga politika më tepër, po them. Po do numërojmë dhe politikën. Ka dhe nga politika. Ka nga shumë nivele të ndryshme. Nga ndërkombëtarët kemi parë? Presion pozitiv. Kemi dhe presion, se presioni hynë dhe në presion negativ dhe në presion pozitiv. Kështu që në të tëra këto element, patjetër që e bëjnë të vështirë dhe punën e SPAK-ut. Megjithatë, ato çka po thonim deri tani për fazat, që faza e spektaklit e tjerë, dhe kjo e heshtjes tani, që ju e shpjeguat shumë mirë se çfarë ndodh, përsëri çfarë mesazhi jep heshtja në opinionin publik? Nga ana SPAK-ut flas. Jam shumë dakord me ju, po prandaj vazhdoj të ngul këmbë, nuk është gënjim, po është gënjimi në fillim. Nuk mundet ti të thuash që krija pritshmëria e lartë. Krija pritshmëria shumë e lartë dhe u tha, shiko, do arrestohen njerëzit. Jo, nëse ti do ishe i matur, drejtësia nuk është e vrullshme, drejtësia është e standardizuar dhe e kujdesshme. Nuk po theme nga dalë, po e kujdesshme. Dhe të gjithë këto element e kthejnë atë që ju thoni, duket sikur opinioni publik thot tash SPAK-u ka rënë në heshtje. Nuk mund të themi dot një gjë të tillë për disa arsye që ju thash, dosjet janë komplekse. Kemi shumë elemente të provueshmërisë të cilat do duhet ballafaqohen në gjykatë për standardizimin. Por vazhdoj të mbetem besnik fjalës që a ka më korrupsion në Shqipëri? Sigurisht që ka. Kështu që prap do ketë punë SPAK-u, po do jetë me atë kurbën e ulje ngritjeve. Janë filluar 10 çështje, do fillojnë 10 çështje tjera, po të paktën disa muaj do i keni bosh ju gazetarët, s'do keni njoftim për shtyp dhe konferencë për shtyp. Qartë. Mirë, flasim pak për ndryshimet në kodin penal për aksidentet, tani zoti Beqi. Të gjithu të rënditëm, u shokua madje nga aksidenti tragjik i Durrësit në zonën e Ish-Kënetës. Unë duhet ju pyes a janë të nevojshme ashpërsimet në kodin penal për aksidentet rrugore, kur bëhet fjalë që sa po ndodh një aksident apo një tragjedi, të vendosemi në lëvizje e më pas mos konkretizohet asgjë dhe situata të mos ketë ndryshime. Fakti është që kultura shtetërore në Shqipëri është ajo e fushatave. Dhe kultura e fushatave nuk të çon asgjë kundi. Sepse kultura e fushatave nuk të krijon dot as standardin, nuk krijon dot as rritjet e nivelit të zbatimit të ligjit, po thjesht dhe vetëm kënaq një opinion publik i cili është i mërzitur, është i natosur dhe i nxehur. Madje shkoj dhe më tej, duke shfrytzuar këtë mërzi, këtë mlef të opinionit publik, mazhoranca për ta menaxhuar, jo për t'i dalë në krah, del edhe bën iniciativa për ashpërsimet të kodit penal. Iniciativat të cilat janë thjesht bllop, iniciativat të cilat thjesht dhe vetëm duket sikur i shkojnë pasavazit asaj urrëties së madhe pse nuk është zbatuar ligji më parë.